Viti 2026 pritet të sjellë përfitime shtesë për forcën e sigurisë së Kosovës, përveç furnizimit me armatim dhe pajisje të tjera ushtarake të sistemeve më të avancuara, FSK-ja pritet të ketë edhe municionet e veta. Në një intervistë për TV1, zëdhënësja e Ministrisë së Mbrojtjes Liridona Gashi thotë se pas nënshkrimit të kontratës me kompaninë turke më 16 dhjetor të vitit 2024 për ndërtimin e fabrikës për prodhimin e municioneve, është nënshkruar edhe pjesa tjetër e kontratës më 3 dhjetor të vitit 2025. Gashi tregoi edhe llojet e kalibrave që do të prodhohen në Kosovë. Më 3 dhjetor të këtij viti, pjesën shtesë të kësaj kontrate me kompaninë turke shtetërore MKI, me të cilën do të fillojmë dhe ndërtimin e fabrikës së municionit e cila pritet të funksionalizohet në vitin 2026. Linja e prodhimit, të cilat do të jenë të fokusuara kryesisht me ndërtimin e kësaj fabrike të prodhimit të kalibrit 5.56 dhe 7.62 mm, që janë municione për armë të këmbësorisë, pra konkretisht për pushkë individuale të ushtarakëve dhe për mitrolozë të lehtë. Dhe po ashtu mund të theksoj faktin që për ne është e rëndësishme prodhimi i këtyre municioneve për arsye se përbëjnë llojin e municioneve që ne shpenzojmë më së shumti gjatë ushtrimeve dhe operacioneve luftarake, ka thënë ajo. Sipas Gashit, kapacitetet e prodhimit në vit do të kalojnë numrin 3 shifror. Fillimisht kapacitetet prodhuese të fabrikës do të jenë diku 20 milion fishek në vit, ndërsa sigurisht ne synojmë të rrisim prodhimin dhe më pas edhe të eksportojmë, pra do të ketë edhe gjenerim të yrave, përveç se do të ketë edhe ngritje ekonomike, fal faktit që do të bëhet edhe hapja e vendeve të reja të punës me funksionalizimin e fabrikës, tregon Gashi. Së fundmi, Ministria Kosovare e Mbrojtjes bleu edhe dron kamikaz Skydagger të prodhimit turk. Zëdhënësja e këtij dikasteri vlerëson se forca e sigurisë së Kosovës po avancon drejt ngritjes së kapaciteteve të saj ushtarake. Këta dronë, siç e theksuat edhe ju, janë dronë kamikaz luftarak, të cilët njihen si FPV apo dronë të tipit ready to fly. Ata dronë kanë për qëllim të bëjnë targetimin, pra të sulmojnë objektivat lëvizëse dhe statike të armikut. Dronët e tillë sigurisht që avancojnë, ngrisin kapacitetet dhe fuqinë goditëse të ushtrisë sonë, duke bërë një forcë të aftë dhe të koherente me zhvillimet e reja teknologjike, por edhe me taktikat e luftës bashkëkohore, shpreh Gashi. Më tutje nga kjo ministri deklaruan se muajt në vijim pritet të ketë ardhje të tjera të pajisjeve ushtarake moderne për FSK-n.